buron direkt nga sovrani, deputeti, këshilltari. Këta kemi ne djerë sot. Urdo? Edhe kryetarët e bashkive, po edhe kryetarët. Këta kemi ne, pushtet që buron direkt nga qytetarët. Po, kur ke krye në çdo firmë krime dhe plaçk, sigurisht verbohesh. Nuk lexon dot as kushtetut, nuk lexon dot as ligje, nuk njeh asnjë normë morale. Dëgjoni tani. Dhe bëj këtë veprim, më fani, se është shumë e bën këtë veprim pavarësisht nga paralajmërimet ultimative që ka marrë nga partnerët tanë se nuk do të tolerohet asnjë pengesë për drejtësinë. Tani këta partnerët tanë duhet ja u them shqiptarëve, në mënyrë absolute nuk kanë asnjë interes tjetër përveç interesit të qytetarëve shqiptarë. Por ama, këta partnerët tanë kanë dhënë për qytetarët shqiptarë gjatë këtyre 35 viteve të paktën 8-10 miliard euro në mira dhe mira projekte, nga Kakavia gjerë në Vermosh, që kanë nxjerrur këtë vend nga koha e prapambetjes më të thellë, e kanë sjellë në këtë, kanë kontribute substanciale. Pra, ky që don të shkelmoj, se ç'po kërkojnë ata? Ata sigurisht, ato ndihma, ato projekte, që janë mira, ja u them unë ju, janë në mira, ujëselsa, ferma, kudo. Ato projekte i kanë dhënë për qytetarët të një vendi që duhet të gëzojnë ligjin, të drejtat, të zhvillohen, dhe ju kanë dhënë për një diktaturë. Nuk ndihmojnë diktatura. Dhe ky tani do të thotë se nuk jemi Gjermania, se nuk jemi Danimarka, se nuk jemi Austria. Pse? Sepse kërkojnë zbatimin jo të kushtetutës tyre, tonës, kushtetutës tonë. Qytetarët duhet ta dinë se ky po sillet në mënyrën më antishqiptare, po shkelmon interesat e çdo qytetari, po shkelmon të ardhmen e shqiptarëve, po detyron partnerët tanë që të mbyllin çdo ndihmë ndaj Shqipërisë, integrimin ndaj Shqipërisë, sepse si ky nuk ka absolutisht asnjë kryeministër në vendet që pretendojnë për të ecë drejt Bashkimit Evropian që të mund të imagjinojë të marrë masa të tilla. Ky ka humbur çdo moral. A e ndëgjoni ju, a e ndëgjua tje se si për ulej, si lagaraq, mirëlindës së krimit, se ka hall se mos bëhet pentito. Eksakt, amëto. Po si mund të admirosh ti një njeri që
në sipërmarrjen e cilët janë marrëpengje. Ka funksionuar si një organizatë mirëfillt kriminale e drejtuar nga Ergys Agasi. Ju flisni për Epsteinin. Nuk është gjë Epsteini, jo, them unë ju që është Ergys Agasi për Shqipërinë. Ergys Agasi për Shqipërinë është gropa e zezë më e madhe që mund të imagjinohet. Se kontrollonte çdo qytetar shqiptar. Vidhte çdo qytetar shqiptar. Vidhte dhanat. Vidhte çfarë kishin shqiptar në telefona, në kompjuter, në shtëpi dhe çdo gjë tjetër, të regjistruar në institucione shtetërore. Shërbimi informative kishte një gotuj, një kafe. Po, se dhe atje Merlin tjetër është ajo. Edhe ajo është si Merlinda. Po ja u them unë. Një Merlin llojin e vet. Shteti ishte Ergysi, shteti Rama. Kjo është e vërteta, më thonë. Prandaj dhe sot qytetarët duhet marrin dorë fatë e vet. Fatë e Shqipërisë. Lope e çmendur duhet përcillet ku ka vendin. Ky po sillet në këtë mënyrë. Nuk te kalon çdo lloj në vend se t'jap dorëheqjen me njëherë. Të largohet urgjentisht nga pushteti. Po bën gjithçka. Edhe plumbat mbi demonstruesit janë me urdhër të tij. Se të qellosh në Ballë, të qellosh në Kafk, anash, mrapa, në Kafk, ke vetëm qëllim që t'i lash të vrarë në vend. Unë i them Edi Rams, jep dorëheqjen, se absolutisht nuk ka forcë në botë që t'na pengojnë shqiptarët pa të larguar ty. Se po sillesh në mënyrën më të pa konceptueshme. Ishte e lehtë ajo që thash Lope Shmendur, po je një armik i urryr. Një armik i urryr i shqiptarëve me këto që bën. Dhe që ke bërë? Tani sot niset, edhe ai do përpiqet ta paraqesë në propagandë, të dashur qytetarë dhe qytetare, Shqipëria është antare e bordit të paqes, e cila është themeluar nga presidenti Trump, natyrisht do ketë një përfaqësues. Po shkoj ky, apo do shkonte Harami, të dy një fatkeqësi kombëtare janë. Dhe kështu si shkon, do kthehet, shkon hajdut kudo që shkon, kthehet hajdut kudo që kthehet. Ndaj dhe ju siguroj se ftesa ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje në mënyrë absolute me personin e shpërftyruar që është Edi Rama sot.